Hiqe mendimin që mund kemë unë personal si politikan për Salianin. Saliani është një lloj fryme që po kërkon tre të drejta. Se qa fshihet pas atyre drejtave, është puna e tij, do ta marrim vesh neve. Ka loj politike, ka loj personale, ka çështje parimore. Po çështjet që ngre deri në këtë moment janë të drejta. Po çështjet që ngre deri tani janë të drejta valla. Pra duhet një lloj ristrukturimi, duhet një lloj tikin këta të vjetrit të futen disa trinjë dhe të hapet zgjedhje. Pra, Partia Demokratike duhet ta kuptojë që po nuk u bën një zgjedhje të vetme të ndershme brenda asaj partisë, mban fjalën, mban emërtimin demokratik, kur nuk ka për të ardhur në pushtet. Nuk e vën gjithë duke u përjashtuar, bëj autokritik Salianit, bëj autokritik Gashit, bëj autokritik Edmond Spaos, bëj autokritik X-it, Y-it, pse? Sepse këta janë të kulluarit e Zotit. Këta janë ata domethënë që kanë po i sjellin të mirën, po neve jemi shumë të verbër për ta kuptuar. Në fund një proteste bëhet edhe një analizë, paktën e bëjmë në studio, por nuk e di nëse e bën Partia Demokratike. Doli më fort apo më dobët Partia Demokratike nga kjo protestë? Se deri përpara protestës, pritshmëritë e qytetarëve, të militantëve, të demokratëve ndoshta kanë qenë edhe më të larta për ato që mund të bënte Partia Demokratike me këtë protestë. Pritshmëritë, shikoj, ka dy lloj pritshmërish. Pritshmëri që burojnë nga logjika, pritshmëri që burojnë nga dëshpërime. Pra, militantët e demokratëve janë një lloj si militantët e Partisë Socialiste. Tifoza, lidhen pas figurës Berishës, Shpendit, X-it, pra është një lloj kulti idhujtarie që për mendimin tim 2025 në 2026 është idioteske. Të lidhesh pas kultit individit, aq më tepër një shoqëri e cila ka vuajtur nga kulti individit. Ikën Berisha dhe, po do ikë Berisha se do ta marrë dhe Zoti një ditë, do ikë dhe unë se do marrë Zoti, do ikësh dhe ti, se semi të përjetshëm. Më kujton varrimin e Enver Hoxhës vlla. Ç'a do ndodhi tani me neve si na iku shoku Enver? Ç'a na ndodhe me Shqipërinë vlla? U zhduk Shqipëria se iku shoku Enver. Jo, ne vazhdojmë jetën, po e përshtyjmë, po e shajmë, po. E njëjta gjë do ndodhi edhe me këta. Ike, po vlla, se mbase ne nuk e dim se si është marrësh frym sepse ke qenë ditë të jetën aty, bashkë me njerëz të tu. Po sikur ti që ti masë ndryshon ky cilëteti i ajrit. Ndoshta mund të bëhet më keq, po ndoshta mund të bëhet më mirë, se nuk e dim. Po ta provojmë. Shoqëria emancipohet duke ecur në stadiet e evolucionit vëlla. Duke provuar, duke shkuar drejt panjorës, duke shkuar drejt përmirësimit. Më thuajti mua ç'a është bër 12 vjet përmirësim Partinë Demokratike. Nul. S'ke ç'a të më thuash, se është pyetje retorike, është nul vëlla. Ka dy zëra kundër. Ka patur zëra kundër, Agron Sheja ishte një zë kundër, Ervin Saliani është një zë që është kundër establishmentit. Edhe Saliani. Igu te Gashi, që su vete më sa të kemi jetën, nuk i veten në për organizime këtyre. Se këta janë pa bez vëlla. Këta janë njerëz që të kafshojnë, marrin tulin edhe pastaj të bëjnë shkrime kundrejt teje. Sepse unë i them çoje familjen tënde edhe veten ti, zotëria që merr na 5000 euro në muaj kot, 170.000 lekë kart telefonin në muaj si deputeti. Çoje dhe bëj grevuria dhe mos ha lloj gjonash që ha e mësuar ditë për ditë, na 6 vakte. Bëj që grevën aty, motivoj njerëzit. Duke të parë ty që vuan, vjen edhe ai që s'ka bukë të haje. Po voj dhe unë me shpendin. Se të mbajnë fjalimet bukura dy ishte mire, po këta nuk mbajnë as fjalimet bukura. Se ka pas lezet me gjutë duqen. Po të hapësh luqen të shi, mund të thuash që duqe është diktator povla, i ka gjitha zezat. Po në momentin që e gjon atë fillon afeksionohesh, pse? Sepse mënyra e artikulimit është e bukur vëlla, shumë e thellë. Është oratori më i mirë i modernitetit e. Kush do mbaj fjalime këtu? A qartë. Ndalemi te një tjetër zhvillim.